që nisi qeveria pra shkarkimit? Pikërisht, është e krahasueshme. Pra, ja çfarë ka ndodhur përvoja e Shqipërisë. Është shumë interesante dhe gjykata kushtetuese e ruajti pra autoritetin e presidentit, sepse u dashur autoriteti i presidentit në atë situatë. Pse? Se nuk mundet kuvendi ta shkarkoj presidentin me një vendim të tillë pa fakte të mjaftueshme dhe kur u dërgua rasti në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese tha zoti Meta nuk është në kundërshtim me kushtetutën. Sepse deklaratat e tij nuk cenonin drejt për drejt asnjë normë kushtetuese të Kushtetuesës së Shqipërisë. Por nëse gjykata kushtetuese do ta rrezojë dekretin e zonës Osmani, mendoni që kuvendi duhet ta ndërmarrë një hap të tillë edhe për këto ditë mbetura për shkarkimin e saj, apo do ishte thjesht? Shkarkimi është standard i lartë sepse kërkohen 2/3 dhe është vështirë tash me këto pozicionime të dy partive tjera opozitare, është vështirë më të arrihet ajo sepse këto vetëm kanë pozicionim publik. Kjo nuk do duhej më bë, por kuvendi do duhej me mendu që të gjejë një formë të adresimit të përgjegjësisë, por mbi gjitha është e mjaftueshme shpallja e dekretit kundër kushtetues. Tek gjithë situata tani me këtë dekret i bie që parlamenti i pezulluar, qeveria është e përkohshme, pra gjitha institucionet janë në stand-by. Për fat keq. Pikërisht. Prandaj këtu nuk ka asnjë arsye që të thirrën në pakujdesi ose në pavëmendshmëri, sepse do duhej me qenë i vëmendshëm se ke qenë në mandat deri në 4 prill dhe po e suspendon ose po e shpërndan institucionin kryesor të qeverisë i sapo themeluar, i sapo konstituar. Pra është ende në muajin e 3 të konstituimit, ende që janë mbllaqësuar 3 muaj të konstituimit dhe po shpërndahet një kuvend i cili në një moment caktuar, në një datë si 5 marsi nuk arriti ta zhvillojë procedurën pikërisht për shkak të mungesës së deputetëve të cilët pamundsuan proceduralisht zhvillohet. Opozitarizëm institucional nuk është pengesa e procedurës, është votimi kundër. Opozitarizëm institucional do të thotë me votu kundër, po jo me pengu procedurën. Pra pengesa e procedurës nuk ka fare të bëjë dhe nuk ka lidhje me opozitarizëm. Pra është kundërvënie e shumicës parlamentare dhe fundja demokracia është procedurë dhe në procedurë ka shumicë parlamentare. Profesor, kur parashiti që të mbyllet i gjithë ky proces, që duket që edhe sot situata ka qenë e tensionuar në Prishtinë, madje presidenca ka reaguar ndaj disa thirrjeve për pushkatimin e saj, ndoshta mund të jetë më agravohet. To ma tepër janë sjellje të tilla euforike të cilat bëhen ko pas kohë në hapësirat tona, sidomos në hapësirën shqiptare, si këtu, si në Shqipëri, si në pjesën shqiptare të Maqedonisë, si në luginën e Preshevës, pra është pjesë e fjalorit tonë të pamatur, pra nuk është situata e aso niveli që të bëhen këto sulme ad hominem ndaj personalitetit të presidentës këtë rast, për 2 arsye. Një që presidentja ka pas paraqitje shumë të mira ndërkombëtare, sidomos në vitin 2025, dhe e dyta është grua dhe përfundimisht është presidenti i Republikës. Pra duhet ruajtur autoriteti dhe personaliteti i presidentit, këtë rast i presidentës. Në fund të kësaj, me një bilanc, mendoni që kë mund zgjerr fitues në gjykimin publik, në perceptim kjo betejë? Pra pavarësisht vendimit gjykatës kushtetuese. Shikuar rrethanat momentale, zoti Kurti është i pa konkurrencë në aspektin e politikës dhe pjesëmarrjes në garën zgjedhore, por kjo nuk është shenjë mirë për demokracinë, sepse që zoti Kurti nuk ka konkurrencë, përgjegjës janë në partitë tjera që nuk po arrin ta gjejnë konkurrentin e duhur. Prandaj nuk mund ne ta akuzojmë zoti Kurti të themi je i pa konkurrencë dhe fajtori je ti. Por përgjegjës që zoti Kurti nuk ka konkurrencë janë partitë opozitare, të cilat është dashur të mendojnë mirë dhe të gjejnë një lider i cili bën konkurrent dhe madje edhe e mund në proces zgjedhor.
sepse në demokraci pushteti është rotativ, pra njëherë qeverisë, njëra pastaj tjetra. Ne kemi sistem shumë partijak, pluralist, nuk e kemi sistemin e mazhorancës, çfarë ka britanes dhe amerikan, ku njëra qeverisë tjetra qëndron në opozit, i pari i merr të gjitha, siç është për shembull në Britani të Madhe, nuk ka qeveri koalicion. Të njëjtat probleme janë edhe në Shqipëri. Pra akuzohet Rama, i cili nuk ka fare konkurrencë. Pra me qëndrimet e Berishës, Rama është i pa konkurrencë. Pra, Rama vazhdon të rritet, pas çdo zgjedhje vazhdon të rritet, ai nuk është fajtori, sepse ai nuk ka konkurrencë. Pra, kriza e thellë në PD po e bën që Rama të rritet edhe më shumë. Po, Këto janë në raportin Kurti Osmani, kush është ai që e krisi i pari? Mendoj që fjalimi i presidentës i fundvitit të 2024 ka qenë fjalim jo i kujdesshëm, ka qenë ka qenë fjalim në parlament që presidenti e ka obligim kushtetues që t'i drejtohet parlamentit një herë brenda vitit, dhe ky fjalim nëse analizohet kujdesshëm, vërehet që është fjalim kushtimisht e them i ashpër, nuk është fjalim diplomatik, nuk është fjalim institucional, por ka në atë fjalim fjalë si për shembull të luhet bigjaz me institucionet, pra ajo duhet të ketë adresë. Duhet të ketë adresë sepse bigjaz me institucionet nuk mund të luaj kryeministri, nëse ka qenë fjala për kryeministrin. Pra këtu ka filluar kjo dhe më pastaj edhe disa çështje ndoshta të brendshme këtu. Keni parasysh që Kosova ka mbi 4 vite që nuk ka krye prokuror shtetit, është në ushtrus detyre të krye prokurorit shtetit. Dhe kushtetuta jonë presidentin me kompetenca e kualifikon në mesin e presidentëve të fortë evropian. Por njëkohësisht është një specifik interesante që kushtetuta jonë po ashtu me kompetenca e kualifikon edhe kryeministrin shumë fort. Prandaj nuk mund të jetë në një republikë si Kosova edhe presidenti dhe kryeministri i fortë. Pra duhet të jetë njëri i fortë, sepse nuk këta futen në konkurrencë institucionale për drejtuar shtetin. Edhe diçka të fundit kam profesor, mendoni që mas gjithë kësaj që ndodhi, ndoshta është momenti për ta rishikuar ligjin për zgjedhjen e presidentit, duke nisur nga pesha e minoritetit serb, që kushtozon pjesëmarrjen e të tjera. Në një të ardhme afatmesme, Kosova patjetër do duhej me hy reformës kushtetuese sa i përket zgjedhjes së presidentit drejtpërdrejt nga populli, por kjo kërkon konsenzuse dhe kompromise me komunitetet që përfaqësohen në kuvend. Sepse ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, për dallim prej kushtetutave të rajonit, kërkojnë shumicë të 2 fish të lartë, të 2/3, që nënkupton 2/3 e komuniteteve që përfaqësohen në kuvend me qenë për. Kjo është vështirë e arritshme, sepse komuniteti serb edhe në atë kohë në 2011-12 ka pas disa kërkesa të çuditshme, për shembull kanë kërkuar që zëvendës presidenti pastaj të jetë nga komuniteti serb, shtojnë kërkesa tjera dhe Kosova nuk synon të kalojë në sistem puro presidencial të qeverisjes, por një sistem që ruan republikën parlamentare dhe ka një president popullor, siç e kanë edhe republikat e rajonit. Keni parasysh që vetëm Shqipëria dhe Kosova vazhdojnë të kenë president parlamentar. Gjitha shtetet e rajonit e kanë presidentin e zgjedhur nga populli. Profesor, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit shumë, krasi.